Këshilli i Ministrave ka miratuar vendimin për deklarimin e parkut arkeologjik të Apollonisë si pasuri kulturore paluajtshme, duke përcaktuar kufijt, zonifikimin dhe planin për ruajtjen, mbrojtjen dhe administrimin e tij. Vendimi synon forcimin e mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe përmirësimin e menaxhimit të një prej siteve më të rëndësishme arkeologjike në Shqipëri. Statusi i ri i jepet parkut në përputhje me hartën e zonifikimit dhe koordinatat në kornizën referuese gjeodezike shqiptare, të cilat janë pjesë përbërëse e këtij akti. Sipas vendimit të Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, do të publikojë hartën e re në gjeoportalin kombëtar, ndërsa Agjencia Shtetërore e Kadastrës do të kryejë regjistrimin e vendimit sipas legjislacionit në fuqi. Për zbatimin e këtij vendimi janë ngarkuar Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Njësia e Administrimit dhe Koordinimit të Parkut Arkeologjik Apollonia, si dhe Bashkia e Fierit. Parku arkeologjik i Apollonisë, i themeluar në shekullin e 6 para Krishtit nga kolonët grek, është një nga qendrat më të rëndësishme të trashëgimisë arkeologjike në vend. Ai përfshin monumente të rëndësishme si Odeoni, biblioteka, Buleuterioni, Tempulli i Artemisit dhe Manastiri i Shënmërisë, duke tërhequr çdo vit mijëra vizitor vendas dhe të huaj. Vendimi i qeverisë hyn në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare.